Jemi rikthyer prapë në studio me pjesën e fundit të emisionit dhe me bisedën e katërt sot në studio. Siç e kemi paralajmëruar në fillim të emisionit, do ta kemi një çift shumë simpatik, shumë të dashur, i cili me energjinë e tyre pozitive ka marrë edhe vëmendjen dhe simpatinë e publikut. Në studio e kemi Drenica Zogaj dhe Dorim Tahir Ukaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sa jeni persona të mëngjesit? Nështë kemi qenë sot herët pak, po nështë na falni. Nuk është edhe shumë herë, ora ka kalu prej nonve. Krahasim me neve që qemi. Aman, jo shumë herët. A për dhe të është përgjigje kështë? Jo, po, kemi qenë një udhëtim 3 ditor në malë mbi Bjeshke të Rrugovës, edhe mandej nuk e dishim sa më rrim, mramje, kështu që me qenë ma fleksibil. Kështu që për me qenë ma cakë dhe faleminderit shumë. I keni mëngjeset e hershme, të vëndshme, çdo ditë apo ose? Po nasi njerëz të malit, zakonisht nisjet i bujmë 6:30 mëngjes, ose 6. Kështu që tash për para me ndonë 4:30, 5, nga me qenë gjutë. Jeni çdo herë bashkë në nxitje të malit, ndërkohë edhe kjo maja që po e shohim këtu te kitara jote Alpine Club, është e juaja, keni edhe antar tjerë? Kryetarja. Hajde Drenis, edhe emrin Drenis edhe kryetare. Klubi është joni, Maja Alpine Club është klub që është hap tash sfunde, është klub i ri. Do më thënë aktivitetet janë publike, bojmë ecje në Kosovë, Malci, Shqipni, po tash kemi fillu me bo dhe ekspedita e vendit. është një klub që jemi mundu me sjell diçka pak më ndryshe për klubeve tjera, që me pas edhe një lloj trajnimi, ashtu me thonë, për bishkatarët, me pas edhe mënyra që me mësu për me bu nxitje teknike në maje më të vështira. Po dhe kemi ecje për fillestarë që veç kanë qef me fillu hikingën, po nuk është kanë guxem kështu dhe nuk është se din ku mu drejtu, kështu që edhe për atë pjesë kemi menu. Jeni edhe këngëtar, Drenica këngëtare dhe Durimi zakonisht është i angazhuar me mbrëmje, me performanca të ndryshme. Sa ka qenë ndoshta për juve sfiduese dhe vështirë me bo balancin e kësaj, sepse e dim që performoni shumë në përmbrëmje të ndryshme në Prishtinë që zgjasin deri në orët e vona dhe të nesërmen ju shohim një herë duke bë hiking. Çu keni bë këtë balancë? Që thash ma herë të ne kom problem gjumi kështu dhe po kur vjen puna për ecje, të më thonë zona shumë letë, nuk e kam problem. Në ka ndodhë shpashherë që direkt prej mbrëmjes së dashur më shkun, ka ndodhë që mbrëmjet familjare a hegje që janë private mundur me zgjatë ma shumë se deri në 2 në 3. E që po thot Durimin anë 4 që jemi konë zgjut, kështu që vëq u dashur më ndru prej nga tas ma drejt në majë. Direkt majë. Me gjithashtë ndoshta kjo përputet shumë mira, najat muzika me ecjen, sepse natyra t'jep një farë kështu i bën mirë shëndetit, dhe është mirë që t'jemi më të qetë. Na kemi një jetë me regjim sportiv, kështu që veç që ajo në animon e në malë se pjesa muzikës as një ngrim. Po, qysh po thëmë, bojmë një jetë me regjim sportiv, me fitness, me vrapi, me ushtrime tjera, me ushqim, kujdese na me ushqim. Kështu që kjo ka njëherë në animon edhe ato ditë që hecim pa gjumë heq, me pas atë fërskin se për ndryshe është gati e pa mundur me pija alkohol, me bua ciklin e muzikantit edhe mu që me hec, me gjes është. Jeni njoftu si muzikant, jeni njoftu në malë, si? Jo, jemi njoftu... So, ose të muzika, ose kom përshqypje në këto ecje? Na kemi qenë pjesë e një orkestret një televizionit tjetër. Unë isha pjesë e orkestrët, ku e Drenica, mande e mërëm, bende e mërëm si këngëtare, që aty jemi njoftu. Mande i kjo në profilin teme ka po që unë e heci ka pak, dhe më ka këthy përsëri, mas një pauze, më ka këthy apet malet. Mande i kemi marrë edhe bashkë edhe malin edhe muzikën. Mërëm malin. Okej, po du me ndalë tek një eksperiencë të cilën e ka pas Drenica që munden me pa ndështë takit ata që e ndjekin edhe në rrjetet sociale që ka qenë një ekspedit të cilën e ke bu në Mont Blanc edhe në Ararat që po besoj që nuk ka qenë as pak e letë. Këmë nga të regu ndështë ta paka shumë rrët sfidave dhe vështirësive të cilat i ke pas gjatë kohës që e ke bu këtë ekspedit që ndështë edhe njerëzit që më na shikojnë ata që duan të marrin të një mesazh. Fillimisht Ararati ka qenë ekspedita e me parë dhe normalisht ka qenë ma interesant, po nuk është që kam qenë shumë e përgaditën, me marë tash prej kur kam qenë në Ararat edhe tash herë në fundit që kesh në Monterosa,
është komplet ndryshe, për shkak që normalisht me eksperiencë fiton ma shumë njohuri. Eksperienca në Ararat ka qenë shumë e vështirë. Plus je ku në pa mu. Po. Ka qenë shumë e vështirë për shkak të kushteve që kanë qenë, normalisht ajo bëhet gjatë kohës të verës, po mënej korrikut, qeshorit, na kemi shku në shtator, që ka qenë ekstrem shumë soft. Unë kështu si e letë që jam me pesh edhe fryma do i kemi mbajt, po e kom pas vlanë afer që më ka najtë kështu ma gati, edhe e kom gjitë më nëzë, po e kom gjitë dyqysh, edhe normalisht ndjesia kur arrin majë është e papërshkrueshme. Sa ka qenë lartësia për 5135. Mi po Drenica du të shumë kohë përpara mu përgatit për me mujtë me pasat rezultat? Normalisht, edhe për më temperaturat e njëjta. Dhe kushtet për atmosferike ndikojnë që? Që shëcek edhe durimi, kjo është shkon dhe më thonë me vazhdimësi, që gjithmonë dush me qeni në sport, në fitness, në vrapim, që me majtë vetën aktiv, dhe nëse ekip planifikem një ekspedit të vitin e arët shumë, dhe më thonë një vit për para, vish fillon me u përgadit, me regjim, me ushqem, me krejtë këto. Njëjtë edhe për Mont Blanc, kër e kemi bo, dhe më thonë një vit për para, këm fillu vish me u përgadit për ngjitjen, me ushtru vetën, me pesha matranda në qandë, e krejtë këto. Normalisht Mont Blancu nuk është që ka qenë e vështirë sa Ararati, nuk është maje teknike, po nuk është edhe shumë e vështirë. Po mundet mu arrit për krejt alpinistave që veç janë aktiv në bjeshkatari. Mandej eksperienca e fundit në Monterosa që e kom bu me durimin ka qenë ma e mira, ma e leta. Po du me undojt pak të historia juj, me qenë se jemi edhe në prag të 14 shkurtë ditës të dashuruarve, tregoj durimi që jeni njoftu në një orkestër, po du me ditë cilat kanë qenë përshtypjet juj atë para për një tjetërën. Se zakonisht këto nuk është me njëherë nisin, është një farë mendimi. Unë kime dhina, po qashto. Fillimisht me durimin kemi qenë edhe jemi hala përveç që partner e kom edhe shokë edhe kolegë edhe do më thonë ka pjesa e muzikës gjithmonë nuk është që e kemi shumë letë me u kuptu me një tjetërin, e kemi pas letë gjithmonë edhe që kena ka bo edhe bashkë sëtë. Po mënoj, pjesa e muzikës durimi është shumë a i mirë se anë, e në pjesën e malit unë një ma i mirë se durimi, kështë që e kemi gjithë një kombinim. Po për shtypjet të tuat para për durimin, kër e ke taku gjatë atyre në fillimeve që kanë qenë? Nuk është shumë ka pëlqy. Të shredha durimi, më njerë kemi pas një farë, jemi për lako që shumë kështë jemi nguc ka pak, po... Po për durimin? Unë s'pedik në qëtër. Mund nga shumë përshtypja dhe emri Drenica. Je vërtet shumë nga Drenica? Jam prej një fshatit Novosil, fshati i, komunës Marishevës. Kom dëgju që ka emri Drenica dhe 2 vajza tjera, kështë që nuk jemi që në vetëmja. Po që shumica ma kanë bu pytjen edhe që a donë me ndru për shkak pjesës muzikës me bu një emër artistek, se ndoshta edhe mundet me penalizu si emër. Po që jo nuk e komendu në herë dhe më pëlqen emri që e kam. Me që ta Drenica është ndoshta prej emrave që përdorët shumë. Ta është sa vjetë në muzikë, kështë që nuk je keq, a? Ka diçka pra është me motive patriotike, a? Po besoj që prindrit kur ta kanë lënë emrin, e kam pas parasysh këtë. Po, kam lindë 1998, dhe më thonë që dihet koha e luftës, kështë që babi vish ka qenë në luft atëherë, edhe në momentin kërë nuk kom lindë, babi s'ka qenë atë, po që kërë e ka njoftu e kështë kur karë më pa, ka vendosë më alanë emrin Drini. Gjysha e më ka dash më alanë emrin Flak, shkaku i kohës atëherë, po babi ka pas shef Drinit, edhe ta që kom emrin Drinit. Edhe ke ndoshta prej emrave ma trollë, sës nuk ka dhe shumë Drenica, vajza me emrin Drenica në Kosovë. Po ndalemi pak edhe tek klubi edhe tek aktivitetet e klubit të cilat ju vetë se i keni. Me në ndonë ndoshta përshikuesi disa detaje rreth klubit e the Drenica që mund t'i shohin gjitha në rrjetet sociale, po ndoshta për ata që po na shohin këto momente, cilat janë aktivitetet që i keni pas në gjatë kësaj periudhe të vitit, por edhe atyre që do të vinë në vazhdim, se po besoj keni plane për... Tregoj ti për Kosovën e tja është. Ndani rolet, si në muzikë normal edhe këto. Që ishtë tash edhe në fillim Maja Alpin Club i ka aktivitetet publike, munden me gjithë në rrjetet sociale, në Instagram edhe në Facebook, po munden me na shkrujt edhe
të dyve neve në personal Instagram nuk ka problem. Aktivitetet janë publike, ka ecje fillestare dhe ka ecje deri në nivel të bishkatarëve që dojnë me sprovu vetën në maje pak më të vështira. Normalisht mundohemi me ju dhënë atë komoditetin edhe njohuri që me pas kujdes me punu tamam që duhet me shku eventi në mënyrë të sigurt, që mos me pas ndonjë incident. Ndërsa për pjesën që tash kena fillu me bo dhe një ekspeditje jashtë vendit, po ja lodurimit me fort. Tash Drenica pak u tregu modeste, po na në klub kemi edhe guidat licencu, jo në habiti në është Drenica, që është licencu me standarde UIA, europiane, në kuadrë të Nëse s'gaboj është edhe Elvira, motra e Drenicës e licencume, apo? Elvira veç është e certifikume. E certifikume, përshëndesim Elvira. Pastaj Drenica është edhe pjesë e kërkim shpëtimit malor të Kosovës. Edhe unë i kom marrë pjesë në disa aksione, kështu. Edhe shkojmë në akademi të ngjitjes, kështu që të gjitha këto bashkë na kanë mështy me mendu me klubi jonë me qenë një klub pak ma ndryshe, me bo organizime jo veç për hecje, piknik, po edhe mi shpërnda që ato përvoja tona që i kemë për siguri, për dije me teknikat të malore, mi shpërnda dhe mi pak, që shme thonë, ligjerime ose praktika në teren. Njona ndërto që tash ka me konë ecjan që kemi me bo në malet Apenine janë mes Zvicrës dhe Italisë. Është një masiv për 9 maje për 4.000 metra që quhet Montrosa. Unë e Drenica jemi konë vitin e kalum atje, edhe i kemi bo 4 për maje, atje njona ndërto një maje shumë teknike edhe ka gja e vështire e arreqme, po e kemi pas malet që jemi konë bashkë. Shtu që si vjetë e kemë bo organizimin edhe besoj që do t'jeti për vjetëshëm, e kemë bo organizimin e klubit edhe i kemi hapë 10 vende mundësi, mi që 10 alpinista, po thëmë alpinista se tash kjo kalën pak ma, që është pak ma serioze se sa hecit bjeshkatare që i kemi në për Kosovë. Edhe kemi mi që 10 alpinista atje dhe me përvu dishka pak ma profesionale. Një po kitare në mërë një çdo herë me vete? Më falë. Atje Kitare, violin, mos gabuam të instrumenti. Atje problem me bajt gitare, bilem qaq logaritën senet sa dhe me gram. Dush me llogarit sa kimi pas me veti, se janë heci që zgjatin. Mirë po, performoni kështu në ambjente familjare, ose keni na i kongë ma favorit? Jo, në hecjet këto në për Kosovë, gitara nuk më gëna asnjëherë. Edhe njëra prej atyne specifikave që i kemi, do më thonë si klub, është që kjo që na veçan puna e muzikës. Do më thonë se mas kejt ecjes edhe lodhjes, gjithmonë në këtheme bojmë qëtë pjesën e najës me muzike dhe është shumë e mirë. Po në TikTok... Po një përshtypje fortes ajo se qka e tha Durimi që Drenica është pjesë edhe kërkim shpëtimit, që nuk është që ka shumë femra që janë pjesë e kësaj fushë, që është këgja delikate dhe këgja... Do t'jesh këgja e guximshme. Me na tregu pak a shumë për këtë eksperiencë, pëse ke vendosur me qenë pjesë e kërkim shpëtimit edhe ndoshta me ndonë një eksperiencë bashkë me publikun? Po, qëllimisht dis nuk e përmena, se nuk është që edhe e flasë shumë shpesh, veç kur du me e tregu vetën që, ose me uni njerës pak ma të sigur të përmeni. Jam tash e 3 vite nëse si jam gabim, edhe fillimisht kur kom hy, që sheceke edhe ti nuk është që ka pas shumë femna, po edhe tash nuk është që ka shumë, jemi 4 vajza që janë pjesë e kërkim shpëtimit. Shërbimi i kërkim shpëtimit është qysh mati, po është aktivizu, me thonë, është prej 2019-ës. Janë disa djemë fantastike dhe ato vajza që e bo një punë fantastike, krejt gjitha janë njëra vullnetare, do më thonë nuk është, do më thonë veç me donacione prej të hujve ose organizatave të ndryshme. Normalisht është ndjesi shumë e mirë, qysh kom vendos me u bo pjesë është krejt rasisht. Normalisht ata djemë një kom njoft, klubin, po mënej shërbimin e kom njoft, po gjithmonë ju më friksu, ashtu me thonë me marë hapin për mi pyt, a moj me u bo pjesë e tyne, se nuk e kom një vetën të gatshme. Edhe mandej kom shku një disa trajnime për kërkim shpëtim, disa certifikime, e masa saj edhe veç jëmë pranu. Normalisht është e vështirë, edhe gjithmonë e kom thonë pjesa ma e ndishme që mundet më kanë atë është
inshallah mos më mbrana njëherë me pas punë me fëmijë, se çato nuk e di që kisha mujt me reagu. Për ndryshe në raste tjera jam pak më e fortë edhe ka ndodhur, domethënë me kalu pa problem. Cili ka qenë rasti ndoshta më i vështirë të cilin e ke përjetuar gjatë krejt kësaj periudhe që je pjesë e kërkim shpëtimit, se po besoj që pavarësisht që jeni shumë të fortë, pavarësisht që jeni të përgatitur ndoshta edhe përmes trajnimeve, ju mbetet një pjesë në memorien e juve. Normalisht, secili aksident, secili operacion që e quajmë ne, e ka ato të vetën edhe normal mbet gjatë memoria. Nuk është që kom pas ndonjë rast shumë të vështirë. Kërkim shpëtimi funksionon në nivele, janë teknikët, janë operatorët edhe janë aspirantë. Teknikët zakonisht kanë direkt përballje me viktimën në këtë rast, nëse veç është aksidenti me fatalitet. Operatorët bëjmë punë krejt tjetër edhe aspirantë këtë punë tjetër. Kështu që nuk është që më ka ra shumë shpesh me pas direkt përballje me viktimat. Nështë ta kësha mujt me cek një moment me 2 vajza tuja që kanë qenë, tek liçeni i Gjolit, ka ndodhur herën e fundit që kam marrë pjesë, që më di shumë mirë, kemi shku i kemi shpëtu njëna prej tyneve që kishë lëndu kame dhe kanë met në terë, dash më shku mi marë. Normalisht njënën për tyne e kom bajt të në kohën, prej pjesës ku jemi taku me të, dheri poshtë ku kemi zbrit, të në kohën e kom pas afer edhe normalisht është dash me diskutu me fol me të, edhe pse edhe vetë kem kanë të shumë e lëdhë, dhe me nëzis prej që me shku poshtë, po u dash keme kanë aktive me bo me fola qikën. E mandej kur jemi këthy këto në Prishtinë, në ka ftu prap ajo vajza, edhe kemi pi kafe me të, dhe momentet që shi përshkrujke aja, kur në ka pa neve që kemi shku me shpëtu, ju në kanë shumë të mira, dhe më thonë, e përshkrujke si një film me thonë, kur i kom pa drita të ardhje, unë kom menu që këto jeta jem më përfundëm, po ju jeni ka një shpresë për mua, dhe normalisht njëhë shumë mirë. Mirë, Drenica, e relaksojmë pak muhabetin? Po. Do një me nga këndu diçka për fund, mes që jemi edhe në fund të emisionit edhe po e përmbylle me juve kështu, Me një zë shumë të bukur që e ka Drenica. Faleminderit. Çka po na kënani? Çka doni? Çka po doni ju? Drenica për Drenicën. Doni ma kërkoj një kongë, tha, mëse vishë ki jam një Drenica dhe është 17 shkurti afër, po e kënojmë një kongë patriotike. Po e cekje edhe që da se zakonisht nga pysin edhe për reportarin që e kemi në përneja, edhe njëna prej veçantive që i kemi është kjo pjesa e kongëve patriotike që i kemi rikëthy. Edhe i kënojmë çdo herë, edhe njerëzit e kanë shumë qef. Kështu që edhe tash po e kënojmë një komplet orkestrën. Zakonisht kur bëjmë në për live, jemi komplet orkestër. Po ka edhe gitarën. Sigurisht, hajde. Drenica ime hapja kullës derën se, po vjen liria bashk me pranverën e. Do ke du gazhinit jo nuk bahës tjetër se, del bukare e prap nga mazja vjetën he. Kam dhe pak baroca, me djeg Balkanin prap, to shtat kajlikan, me manizanin hej. Se unë jam Kosova që e kam adet more nga një basho, me mbyt për jeto hej. Zonin
shumë fantastik. Nuk kemi qanë shumë ma shumë, po besoj që për aktivitetet e klubit, po me nda ma shumë dhe detaje rreth historisë së juj, së është kogja e lezetshme dhe kogja e bukur, se i një edhe personalisht të dëtë. Kemi me pas mundësi me folë në një moment tjetër, pa të shumë hashtag Gjesi është dire hapur për juve çka do që keni për aktivitete, kështu që ju falenderoj shumë për zemërsisht që ishit pjesë e emisionit tonë dhe për performancën kaq të bukur. Për ftesën, knatësi. Knatësi e jona.